Presidenti i Federatës Shqiptare të Futbollit të përsëri në Shkodër për të përcjellë një kolos tjetër të futbollit shkodran, si Paulin Ndoje i Madh. Sot është një ditë e trisht, një ditë që kemi një humbje të madhe, kemi humbur një nga futbollistët me më shumë kontribute në futbollin shkodran dhe atë shqiptar, Paulin Ndoje. Kemi humbur një mik të mirë, një shok të mirë, një familjar të mirë, njeri shumë i respektuar në ambientet futbollistike, jo vetëm në Shkodër, por edhe në vende të tjera ku ka kontribuar si trajner dhe në gjithë Shqipërinë. Fatkeqësisht ne po humbim atë plejadën e shkëlqyer të futbollistëve shkodran që kanë kontribuar si Paulin Ndoja dhe gjithë brezi i tij. Personalisht kam pas njohje të afërta me Paulin, kam pas një respekt të madh për të, ka qenë një njeri paqësor, një njeri që ka përcjell vetëm mesazhe pozitive gjatë gjithë jetës së tij. Do ta kujtoj me respekt gjatë gjithë kohës Paulinin si shok dhe si mik. Me këtë rast, në këtë ditë të trisht, unë dua t'i shpreh ngushëllimet e mia radhëpar familjes Paulinit, i gjithë komunitetit futbollistik shkodran dhe atij shqiptar, klubit Vllaznia, dhe u preh në paqë Paulini. Dhe ta kujtojmë gjithmonë ashtu siç ai ka kontribuar në jetën e tij. Kujtimi i fundit me Paulin Ndojen, zoti Duka. Realisht ka disa ditë apo më shumë se ditë që nuk jam takuar fizikisht me Paulinin, por siç e thash, gjithmonë kujtimet kanë qenë pozitive. Njëri pozitiv, ju të gjithë jeni dëshmitar të pozitivitetit të tij. Unë kur nuk e kam parë atë me një gjuhë, le të themi, negative kështu tjerë, por gjithmonë me mesazhe pozitive. Dhe kështu e kujtoj gjithmonë.